Përshëndetje të gjithëve. Është shumë kënaqësi që të jem sot me stafin e Portit Durrësit, I cili ka kaluar periudha reformimit të thella, që konsistojnë nga ndërtimi I një porti të ri dhe deri tek ngritja e kapaciteteve njerëzore, të cilat duhet të jenë kapacitete që përputhen plotësisht me kërkesat e një porti evropian, I cili nuk do t'i shërbej vetëm Shqipërisë, por do t'i shërbej më gjerë Kosovës edhe Maqedonisë Veriut, ashtu siç ju e dini shumë mirë. E thënë kjo, do ta nisja nga projekti madhor që prej kohësh të gjithë ju, me në krye drejtorin tuaj, ose më saktë fillimisht me Piro Vëngun, që sot është Ministri I Mbrojtjes dhe më pas me Kreshnik Bayraktari, keni nisur një proces të gjatë. Një proces të gjatë I cili do të përfundoj para vitit 2030 nga që janë të gjitha gjasat, ashtu dhe siç parashikohet në vizionin e Shqipërisë 2030 në strategjinë për zhvillimin e sektorit detar. Ne kemi nisur prej kohësh, do të thoja vitesh tashmë, një plan zhvillimit të një porti të ri në afërsi të Durrësit, duke qenë se lokacioni është strategjik, duke qenë se Durrësi është një pikë referimi për të gjithë rajonin, por sigurisht me rritjen e një qyteti turistik me vlera të mëdha të mbartura nga kohët e antikitetit, pasi ka pak vende në Europë ku një amfiteatër 3000 vjeçar ndodhet kaq afër zemrës së qytetit, por edhe të portit. Për këtë arsye dhe për gjitha ankesat që ne kemi marrë ndër vite, për sa I përket zhurmës, trafikut, nga automjetet e rënda që aksesojnë portin, por nga ana tjetër edhe ndotjes mjedisore që vinte nga shkarkimet e anijeve, të mallrave gjenerale apo dhe të kontenierëve, sigurisht me një punë shumë të detajuar dhe me mbështetjen e një nga kompanive më të mëdha në Europë, Royal Haskoning, një kompani ekselence në sektorin detar, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Portuar I Durrësit, ka arritur që të ketë një dokument të jashtëzakonshëm që parashikon dhe pararend duke dizenjuar të gjithë hapat për ndërtimin e këtij porti të ri në Porto Romano. Tek ne prezantonim publikisht këtë projekt nga Maqedonia e Veriut dhe nga Kosova, kërkuan që të ishin pjesë e këtij projekti, duke përfituar jo siç sot edhe Kosova dhe Maqedonia e Veriut e përdor portin e Durrësit, por duke qenë e mundur krijimi I një lidhje me dy porte të thata. Një I vendosur në Shkup, projektin fillimisht nga qeveria e mëparshme e Maqedonisë Veriut ka qenë për në Struk, po më pas vetë qeveria maqedonase e ndryshoi duke e kërkuar në Shkup, në kryeqytet, dhe një port tjetër I thatë në zonën e Prishtinës. E thënë kjo, e gjithë procedura ndërkombëtare ka qenë transparente, ka pasur disa faza të saj për përzgjedhjen e konsulencës edhe më pas për projektin dhe sot praktikisht kemi arritur në fazën e fundit të përfundimit të projektit për ndërtimin e këtij porti. Interesi ka qenë shumë I lartë, 5 kompani të huaja, konsorciume, kanë garuar dhe në 31 janar ne do të kemi fituesin e garës për ndërtimin e portit të Durrësit, I dal nga një garë ndërkombëtare e cila është hudhëhequr dhe mbikëqyrur nga Royal Haskoning. Sigurisht me pjesëmarrjen e të gjithë atyre departamenteve nga Autoriteti Portuar I Durrësit që ligjërisht duhet ishin pjesë e këtij procesi. Në 31 janar ne do të kemi një fitues, një konsorcium fitues, që më pas duhet vazhduar me negocimin e kontratës dhe me synimin e madh për të nisur kantierin e ndërtimit të portit të ri në Porto Romano brenda
këtij viti, pra vitit që do të vi 2026. Dhe sipas gjithë llogaritjeve dhe sipas dokumentacionit, për 3 vite ky port duhet jetë i dorëzuar dhe operativ. Pra Shqipëria në 2029 duhet ketë të dorëzuar një port në zonën e Porto Romanos, porti më i madh në Ballkanin Perëndimor, i cili do t'i shërbejë Maqedonisë të Veriut edhe Kosovës gjithashtu. Në këtë optik, sigurisht që porti i Durrësit për ne ka qenë një prioritet. Sigurisht që kemi kërkuar gjithmonë që të drejtohej nga profesionistë, të cilët jo vetëm njohin transportin, por nga ana tjetër me aftësi negociuese me trupa ndërkombëtar, pasi porti i ri i Durrësit parashikohet dhe është në vullnetin politik të qeverisë shqiptare, që të jetë edhe një bazë e NATO-s. Një bazë e NATO-s e vendosur në zemër të Mesdheut dhe padyshim në Shqipëri si aleati më besnik i kësaj force të jashtëzakonshme, bashkësie të jashtëzakonshme. Për këtë arsye dhe për të gjithë arsyet e tjera të zhvillimit ekonomik të vendit, pasi porti i Durrësit, ai i riu që do jetë në Porto Romano, do të vazhdojë të jetë motori ekonomik i Shqipërisë, një motor ekonomik i cili nuk prodhon vetëm punësim, por prodhon një ekonomi zinxhir. Dhe për këtë arsye, sigurisht, drejtimi duhet të jetë gjithmonë në duar të mira, profesionale dhe mbi të gjitha në duar që garantojnë transparencën. Për këtë arsye, duke qenë se Kreshnik Bajraktari duhet marrë një detyrë të re, të cilën do ta bëjmë publike në ditët në vazhdim, pasi të kryen të gjitha procedurat. Stafetën do t'ja lë një tjetër kolegu të mirë, që unë e kam njohur në punë dhe njerëzit njihen në punë, thuhet. E kam njohur vite më parë, kur kemi qenë koleg të 2 qeverive. Ai drejtonte Ministrinë e Mjedisit, të infrastrukturës dhe planifikimit hapësinor. Dhe ky është Libur Narliu. Libur Narliu, arkitekt në profesion, por me një karrierë të gjatë në politikë, me 2 mandate deputeti në Parlamentin e Kosovës, me një karrierë të gjatë në ekzekutiv, 4 vite ministër, pra i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, dhe padyshim një koleg i mirë, i cili Kosovën dhe Shqipërinë i ka parë gjithmonë si një treg i përbashkët i zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturor. E thon kjo, në fillim të muajit shtator, unë bëra një bisedë me Liburnin dhe e pyeta, meqense më kishte njoftuar që po dilte nga politika, nëse do të kishte interes që të kontribonte për Shqipërinë. Dhe si rjedhoi padyshim edhe për Kosovën. E diskutuam me njëri tjetrin dhe për thënë drejtën më ngrohu direkt zemrën sepse ju duk një propozim shumë interesant, një propozim që i shkonte për 7 vendimit që ai kishte marrë për të jetuar në Tiranë, kështu që me radhën time, këtë propozim e çova tek kryeministri. Edi Rama ka punuar historikisht për Shqipërinë dhe për Kosovën me të njëjtin pasion dhe dëshirë për t'i parë shqiptarët në lartësinë që ata e meritojnë. Nuk është hera parë që qytetarët e Kosovës janë përfshirë në ekzekutivin shqiptar, kemi pasur ministra, kolegë të tjerë, drejtor, por Libur Narliu, unë them, mendoj, për ato që unë e njoh është më i spikaturi ndër të gjithë kolegët e tjerë kosovarë që na janë bashkuar në rrugtimin ton të kësaj dekade për ndërtimin e Shqipërisë. Kryeministri ma ka aprovuar propozimin tim, duke madje e mbështetur, pasi porti i Durrësit është porti i shqiptarëve dhe nuk është porti i Shqipërisë.
Është porti që do t'i shërbejë shqiptarëve në të gjitha trevat e Ballkanit perëndimor. Është më shumë se një port, është porta e hyrëse në Ballkanin perëndimor, për komponentët më të rëndësishëm që janë komponentët ekonomik, por sigurisht dhe ata të sigurisë. Porti i Durrësit është porta e hyrëse e korridorit të 8, për cilin ne kemi folur gjatë, por që tashmë nuk mbetet vetëm në fjalë, por janë projektet konkrete që flasin për një korridor ekonomik i bazuar mbi transportin dhe energjinë, por dhe një korridor sigurie i disponueshëm për të gjitha operacionet e NATO-s. Porti i Durrësit ka nevojë për një drejtues profesionist, njohës të mirë transportit, por nga ana tjetër edhe me një njohje të thellë politike dhe gjeopolitike të rajonit. Dhe Liburna Liu, padyshim, i plotson të gjitha këto kërkesa dhe kushte, duke na bërë besim plot se detyra e cila po i ngarkohet atij sot në një moment shumë të rëndësishëm për zhvillimin detar, por edhe për sigurinë kombëtare, do të realizohet në mënyrën më të mirë. Unë do t'i jap shkurt fjalën Kreshnikut, pasi i takon atij që t'ju thot 2 fjalë, ka bërë një cop rrugë me ju dhe ka qenë rrugë e suksesshme. Dhe më pas do t'ja kaloj fjalën Liburna Liut, i cili sot merr stafetën dhe që prej këtu e tutje atë rrugtim i cili do të na çojë drejt realizimit të një plani strategjik për transportin detar, do të jetë në duart e tij. Kreshnik. Faleminderit. E nderuar zonja zotës kryeministre, i dashur Liburn, të nderuar pjesëmarrës, për mua ka qenë një nder dhe privilegj i madh të drejtoj autoritetin portuar Durrës, një përvojë gjatë së cilës kam njohur njerëz me pasion dhe me përgjegjësinë e tyre të mbajnë hapur çdo ditë portën hyrëse të Shqipërisë, pra portin më të madh të vendit tonë. Gjatë kësaj periudhe kemi pasur sfida, kemi kaluar sfida, por gjithashtu kemi arritur edhe edhe rezultate të dukshme. Fal bashkëpunimit të ngushtë me strukturave të APT-s, pra kemi shënuar rritje të ndjeshme të performancës tregtare, kryesisht në sektorin e kontenerëve dhe si edhe një rritje të qëndrueshme të ardhurave. Dëshmi kjo e punës dhe përkushtimit të gjithë ekipit të APT-s. Një tjetër arritje e rëndësishme është dhe sigurimi i vijimësisë së projekteve madhore strategjike si porti i ri tregtar në Porto Romano dhe marina turistike e Durrësit. Këto projekte janë shembull konkret i vizionit qeverisë shqiptare për modernizimin e infrastrukturës portuale dhe forcimin e rolit të portit të Durrësit në ekonominë kombëtare dhe atë rajonale. Kjo arritje nuk është rezultat vetëm i individi, por është fryti i punës së përbashkët të gjithë ekipit APT-s. Kështu që për gjej rastit ju falenderoj të gjithëve për profesionalizmin dhe bashkëpunimin e deritanishëm. Një falënderim veçantë dua të shpreh për ju, zonja zëvendës kryeministre, për mbështetjen, për besimin dhe vëmendjen tuaj konkrete ndaj proceseve strategjike që kanë çuar dhe ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e portit Durrësit. Kjo mbështetje ka qenë vendimtare për ecurimin e shumë projekteve që tashmë janë në një rrugë të sigurt drejt të realizimit të tyre. Gjithashtu i uroj zotit Liburn shumë suksese në detyrën e re dhe jam i bindur se në drejtimin e tij dhe me mbështetjen e zonjës zëvendës kryeministre, porti i Durrësit do të vazhdojë me ritme të larta në rrugën e zhvillimit dhe modernizimit të tij. Kështu që faleminderit edhe një herë tjetër. Jem pak i ftohur, atëre e nderuara zëvendës kryeministre dhe e dashur Belinda, është dashur Kreshnik, të dashur kolegë që do të punojmë bashkë. Jam shumë i nderuar që jam sot këtu dhe jam i nderuar nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, nga zëvendës kryeministrja Palluku, për një detyrë që më është dhënë
e që më është besuar, e që është mjaft sfiduese. Porti i Durrësit vërtet nuk është port vetëm i Republikës së Shqipërisë, është port i gjithë shqiptarëve, është port i rajonit, është port që sot Kosova po thuj pjesën dërmuese të Mallrave po e merr përmes portit të Durrësit, mbas edhe këtu gati po thuj gjysma e Mallrave që shkojnë drejt Kosovës, nëpër rrugën e Kombit, një pjesë e madhe shkon drejt Maqedonisë, dhe është e domosdoshme që ky port të modernizohet në shkallën që të jetë sfidues dhe të jetë konkurrent për gjithë rajonin. Për të realizuar kjo, është e domosdoshme që të shihet pikërisht në aspektin gjeopolitik, të shihet Maqedonia e Veriut, e në veçanti edhe Kosova, si pika prej ku Mallra do shpërndahen në të gjithë rajonin. Unë kam pas nderin, kam pas fatin e madh që të punojmë bashkë me zëvendës kryeministrën në forume të ndryshme të rajonit, kemi taku në shumë vende, edhe në Tiranë, po në Bruksele kudo, dhe qasja që kemi pas për gjithë rajonin na ka bërë që ne si dy vende, unë atëherë si ministër i Republikës Kosovës, krahas zëvendës kryeministrës, të kemi një platformë mjaft të qartë për zhvillimin e transportit e multimodalitetit në gjithë rajonin, dhe kjo i bënte edhe Kosovën edhe Shqipërinë të ndërvarura me njëra tjetër. Kosova ka nevojë të ketë lidhje të forta me portin e Durrësit në mënyrë që përmes saj të shpërndahen mallrat të gjithë rajonin. Kjo i krijon asaj mundësi të mira të zhvillimit ekonomik. E po ashtu, kjo mundësi e përhapjes së mallrave përmes edhe Prishtinës edhe Shkupit do bënte që porti i Durrësit të duhet të zgjeroj kapacitetet, që kjo sasi e mallrave që tani janë të shumë fishose, sepse do arrijë shumë lehtë edhe Varrën edhe gjithë rajonin, dhe kjo do të ndihmonte pastaj që të dyja vendet ajo ndërvarësi t'i bëj më të zhvilluar ekonomikisht dhe t'i bëj çka është më kryesore dhe më të sigurta. Porti i NATO-s, që do të jetë krahas portit të Mallrave në Porto Romano, do të ndihmoj për gjithë rajonin që të ketë siguri. Sot, kur gjithë ne ma tepër po flitet për sigurinë, është detyrë dhe sfidë për ne që portin e NATO-s, krahas portit të Mallrave, ta zhvillojmë, të ndërtohet ashtu si duhet dhe të jetë në lidhje komunikimi, qoftë kurudhore, qoftë automobilistike me gjithë rajonin. Prandaj, unë jam shumë i nderuar. E falenderoj Republikën e Shqipërisë, e falenderoj Qeverinë e Republikës së Shqipërisë, e falenderoj kryeministrin Edi Rama, në veçanti zëvendës kryeministrën Belinda Balluku, që ma besun këtë detyrë. Unë këtu më shihni mbase që jam prej Kosovës. Atje më shohin si të Shqipërisë. Nuk është e lehtë. Por gjithsesi këtë detyrë do ta bëjmë bashkë dhe uroj që të kemi sukses dhe të shohim sa më shpejt që pas 3 vitesh portin e Mallrave ta shohim të realizuar e pastaj edhe të lidhun me rrjete rrugore e hekurudhore me gjithë rajonin. Ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit Liburn. Në pjesën formale e përfunduam, megjithatë jemi në transmetim live, po s'ka asnjë lloj problemi sepse pjesa njerëzore është shumë e rëndësishme. E preku pak, po Liburni është shumë i kujdesshëm dhe i kornizuar në gjërat që thotë. Që thoni ju, Liburnin e kanë njohur në Kosovë si Shqipërisë, sepse Liburni një pjesë të shkollës mesme e ka bërë në Elbasan? Në Elbasan, madje në klasë me Viskushi. Për më tepër, Liburni Aliu ka bërë plane para se t'i ofrohesh te ky pozicion, që t'jetonte në Shqipëri. Pavarësisht nëse do ta drejtonte portin e Durrësit, ai nuk e dinte. Pra, unë mora shkas për shkak se ai më tha që kam vendosur të dal nga politika e do vi të jetoj në Shqipëri, duhet që ta dini që do jetë dhëndër Shqipërie. Kështu që e keni më shumë anon kthej nga qytetari shqiptar tashmë se sa nga i Kosovës. Megjithatë ashtu siç tham, porti është i Shqipërisë, i Kosovës, porti është i gjithë shqiptarëve dhe çka më lidh mua gjithashtu me Liburnin
është një projekt i përbashkët që e kemi pasur të dy shumë për zemër. Do t'ju tregoj se si jemi njohur herën e parë në një nga këto aktivitete ndërkombëtare, sigurisht na e do detyra takojmë ministrat, prezantohemi, sidomos me ata të Kosovës, jemi gjithmonë edhe më afër, diskutojmë ku kanë nevojë për mbështetje njëri apo tjetri në vota, në procese, kur jemi ulur në përtryeza. Dhe Liburni më ka impresionuar sepse kishte një hartë të vitit 1949, jam korrekt, 49 apo 48? 48, ndoshta, e cila ishte e bërë me atë lapsin me dy krah, i kuq dhe blu, kush e mban mend, ju që jeni pak në moshë, si puna ime. Dhe ishte harta e koridoreve europiane, nga e cila, imagjinoni në një letër të vitit 1948, nga e cila mungonte vetëm pjesa e shqiptarisë. Për shkak të izolimit, të regjimit komunist, dhe për thënë drejtën aty e kemi nisur bisedën e parë mes njëri tjetrit, duke thënë se si do t'ja bëjmë të dy si ministra infrastrukture, që t'i fusim këto koridore dhe t'i zbresim deri në tokat shqiptare pasi na takon, dhe nëse kemi ngel jashtë këtyre koridoreve europiane, nuk ka qenë për faj as të Europës dhe as popullit shqiptar, po të një regjimi që kishte izoluar venden. Dhe kjo ka qenë sfida që na ka bashkuar të dyve. Dhe kështu nisëm punën dhe kemi luftu fort në Bruksel për ta futur Shqipërinë, për ta integruar Shqipërinë brenda koridoreve, koridorit blu dhe koridorit të 8. Dhe kur kemi marrë lajmin nga Komisioni Evropian, me të vërtet ka qenë një nga arritjet më të mëdha politike që kemi bërë në Bruksel. Nga ana tjetër, së bashku me Liburnin, një nga projektet më të rëndësishme për ne të dy, por sigurisht me mbështetjen e kryeministrit Rama dhe patjetër edhe kryeministrit Kosovës, ka qenë hekurudha që do të lidh Durrësin pikërisht me Kosovën. Një hekurudhë që është folur gjatë dhe ka mbetur gjithmonë në për letra, por që me dëshirën e madhe dhe me pasionin për ta ngritur Shqipërinë aty ku meriton, për të realizuar ëndrat mbetura në sirtar, së bashku me stafet tona të Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë këtu në Shqipëri dhe të Ministrisë Mjedisit dhe të Infrastrukturës në Kosovë, ne ja kemi dalë që të bënim një procedurë ndërkombëtare, transparente, me fondet mbështetura në mënyrë të njëjtë nga të dyja qeveritë, dhe në Shkodër kemi pasur prezantimin nga konsulentët e huaj të projektit me 3 skenar, nga i cili është zgjedhur skenari i hekurudhës që shkon jo përmes rrugës Kombit, pasi e ka një akses pjesa e Prizrenit, por e hekurudhës që shkon drejt Shkodrës dhe më pas Gjakovës. Një vepër infrastrukturore sfiduese, me më shumë se 100 ura dhe tunele, por që nga ana tjetër do ta bëjnë në të vërtet portin e ri të Durrësit, port të shqiptarëve. Portet moderne me volumet që ne synojmë të kemi në dekadat e ardhshme, pasi po ndërtojmë një port i cili do t'i përgjigjet nevojave të rajonit dhe jo vetëm të Shqipërisë për dekadat e ardhshme dhe jo për pak vite, padyshim kërkojnë lidhje hekurudhore. Nuk bëhet transporti i mallrave që vinë nga deti me automjete, sepse janë kosto të larta, nuk ka eficiencë në kohë dhe nuk do ta shpikim në rrotën. E kanë bërë të tjerë para nesh. Edhe brenda porteve ka hekurudha në ditët e sotme, siç do ketë edhe porti i Porto Romanos. Dhe një lajm tjetër i mirë, përveç faktit që marina e Durrësit po ecën me ritme të mira, tashmë kantieri duken ku janë ndërtesat, pjesa e detit ka përfunduar pjesa e parë e pastrimit dhe krijimit plazhit, por për marinën ka shumë informacion. Do desha t'jepja edhe një lajm tjetër në këtë rast,
dhe t'ju falenderoj të gjithë ju që keni marrë pjesë në negociatën me një nga kompanitë më të mëdha të logjistikës europiane me Lidlin gjerman. Procedura praktikisht po shkon drejt mbylljes, ka qenë një negociat e fortë për të ruajtur padyshim interesat e shtetit shqiptar, është bërë një punë e shkëlqyer, e udhëhequr nga Preshnik Bajraktari dhe gjithë stafi këtu dhe unë dua t'ju falenderoj dhe unë jam informuar se tashmë jemi në fazën e fundit dhe zëvendës ministri Kozeli që ka ndjekur gjithë procesin më ka informuar që tashmë mbeten pak ditë nga firmosja e një kontrate me gigantin e logjistikës që do të kthej zonën logjistike dhe ekonomike të Porto Romanos në hubin më të madh rajonal për sa i përket transportit dhe mbledhjes të mallrave që bën Lidli. Lidli gjerman, i cili do të jetë një motor incentivues jo vetëm për logjistikën dhe transportin, por edhe për bujqësinë shqiptare. Ata që e njohin pak historikun e Lidlit, e din shumë mirë se aty ku ai vendoset, e gjithë bujqësia që ndodh përreth, pra i gjithë sektori bujqësor, fillon dhe lulëzon pasi kontratat janë të parashikuara me vite më parë dhe të planifikuara se cilat janë produktet që duhen për vitjen pasardhës. Keni bërë një punë shumë të mirë në drejtimin e Kreshnikut dhe jam shumë e sigurt që do bëni një punë akoma më të mirë në drejtimin e Liburën Aliut. Dhe mos harroni që ajo çka ju bëni nuk është një punë e thjesht 8-4. Është një mision për Shqipërinë, është një mision për shqiptarët. Shumë faleminderit dhe punë të mbarë gjithëve.